Besimtarët musliman në të gjithë Shqipërinë dhe në Kosovë po festojnë festën e shënjuar të kalendarit islamik Fitr Bajramin. Pas faljes në të gjithë xhamit në Shqipëri dhe në Kosovë, besimtarët kanë vijuar me ceremonitë e kësaj feste. Një grup klerikësh dhe teologësh në Elbasan kanë bërë të ditur se do të paraqesin një peticion ku kërkojnë që komuniteti musliman të jetë prezent me përfaqësues gjatë regjistrimit të popullsisë. Në rast parregullsisht, thonë ata, do të kërkohet bojkoti. Algjeria ofron strehim për familjen e kolonel Ghedafit. Vendimi është cilësuar si agresion ndaj popullit libian nga ana e rebelëve që thonë se do të bëjnë gjithçka për t'i kthyer njerëzit e Ghedafit në vend, ndërkaq në Sirte vijon kërkimi për kolonelin. Forcat e sigurisë në Siri qelluan dhe vranë me armëzjarri disa persona në protestat që shpërthyen pothuajse në të gjithë vendin. Pas faljes së mëngjesit për ditën e Fitr Bajramit, njerëzit dolën në rrugë për të kërkuar largimin e qeverisë Bashar al-Assad. Përshëndetje, do t'jemi bashkë në lajmet e orës 15. Sot është festa e Fitr Bajramit dhe me këtë rast, Top Channel ju uron për shumë vjet gëzuar të gjithë besimtarve musliman shqiptar në këtë ditë të shënuar. Pikërisht mëngjesin e sotëm, bulevardi kryesor i Tiranës është mbushur me besimtarët musliman, të cilët që në orët e para të ditës kanë nisur të festojnë Fitr Bajramin, ditën përmbyllëse të muajit të Ramazanit, një festë kjo shumë e rëndësishme në kalendarin islamik. Besimtarët kanë ndjekur fjalën e klerikëve musliman, si dhe kanë kryer faljen, një moment i rëndësishëm në festimet e ditës së sotme. Besimtarët muslimanë të gjithë vendin kremtuan festën e Bajramit të Madh ose Fitr Bajramit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Që në orët e para të mëngjesit, në kryeqytet falja e namazit u mbajt në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryetari i komunitetit musliman Haxhi Selim Muça. Jo vetëm të keni në Tiranë, por në gjithë Republikën, në gjithë Shqipërinë, në gjithë botën. Me milionë musliman e festojnë sot ditën e Bajramit të Madh. Festa Bajramit të Madh shënon përfundimin e muajit të Ramazanit, kur besimtarët musliman agjerojnë duke treguar përkushtim e devotshmëri ndaj Zotit. Bajrami është simbol i gëzimit, i paqes, i vëllazërimit, i solidaritetit me shtresat e ndryshme dhe i bashkimit të gjithë besimtarëve dhe qoftë i bashkimit të gjithë shqiptarëve. Gëzim, mbarësi, të mira, si ky Bajram në familjes shqiptare. Normalisht Fitr Bajrami është festa e gëzimit, besimtarët kanë mbyllur një muaj sakrifice, agjërimi, duke shpresuar tek Zoti mëshirën e Tij dhe faljen e Tij, mbarësi dhe begati. Kështu që lut Zotin që kjo mbarësi e kjo begati t'i përfshijë familjes shqiptare. Fitr Bajrami është festa e solidaritetit, vëllazërisë dhe barazisë sociale. Gjatë kësaj feste muslimanët japin shembullin e bashkimit dhe unitetit islam. Pas faljes së namazit të festës, besimtarët këmbejnë vizita në familjet të afërmve dhe miqve për të uruar një vit më të mbar. Një prej të veçantave të kësaj dite është edhe dhënia e kontributit në të holla ose ushqime, ose siç njihet në fenë islame, ndarja e zekatit për të varfrit dhe familjet në nevojë. Një ditë e veçantë ka qenë sot edhe në Burgun 313. Dhjetra të burgosur këtu kanë ndjekur ritet fetare të ditës së Fitr Bajramit. Autoritetet e Burgut kanë bërë të mundur edhe praninë e një teologu islamik që drejtoi ceremoninë fetare për të dënuarit. Në orën 6:30 të mëngjesit, disa nga të paraburgosurit e Jordan Misjes në Tiranë lanë qelit për të grumbulluar në fushën e futbollit ku ata do të falen disa minuta më vonë, sipas orarit fiks të gjitha xhamive për Fitr Bajramin. Ky institucion për të respektuar besimin fetar të 32 burrave dhe 12 grave që ndodhen si të paraburgosur këtu dhe që kanë agjëruar për një muaj rresht. Ka thirrur gjithashtu dhe një imam i cili mban ritmin e faljes së namazit të festës së Bajramit të Madh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Arrestuar në kohën që ishte menaxherim si dyshuar për korrupsion i është bashkuar Riti të Faljes dhe ish drejtori i Qendrës Sportive Qemal Stafa, Gazmet Sollaku. Ndërsa mes atyre që u bëi disa të vit që agjëronin dhe fale nuk mungojnë të akuzuar prej kohësh dhe ende në gjykim, emra si Lulzim Berisha apo Bujar Gashi, ose të tjerë në procese gjyqësore për trafik droge dhe vjedhje. Që të gjithë me besimin dhe dëshirën për të falur janë përullur para Zotit, sikurse ky punonjës i burgjeve, që falet së bashku me të tjerët. Në akuzë për shpërndarje droge në Tiranë, Iliu Fatjus Pahiu është kthyer në burg në një besimtar që nuk ka ndoje të thot para kameras se është penduar. Për mbarësi, inshallah, për gjithë. Edhe inshallah sa më shpejt për jashtë. Je penduar? Patjetër që po. Të kthehesh fen islam është pendim i plot. Unë besoj se një pjesë e tyre janë besimtarë të rregull. Ndoshta edhe dallkët e jetës i kanë bërë që të kthehen tek Allahu xhaleshanu dhe kanë parë që shpresa e fundit e tyre ka qenë kjo. Nganjëherë njeriu provon të gjitha në jetë dhe e shef se nuk ka kënaqësi ajo që na serviret. Kënaqësia e vërtetë është besimi dhe rruga e Zotit dhe ndoshta edhe ata e kanë gjetur. Për këta të paraburgosur, mungesa e Ritit tjetër siç janë vizitat në shtëpitë e besimtarëve, zëvendësohet me shtrëngim duar dhe urime për njëri tjetrin. Në fund paraburgimi Jordan Misti ashtroi për besimtarët drekën e Bajramit të Madh, ashtu siç bëjnë jashtë mureve të gjithë besimtarët. Zyrtarisht Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve raporton se në të gjithë burgjet kanë mbetur Ramazan 512 persona, ku numrin më të madh të besimtarëve kurson burgu i sigurisë së lartë në Peqin, me 130 persona të dënuar të formës së prerë. Pothuajse në të gjitha qytetet e vendit janë zhvilluar ceremonitë të ngjashme me rastin e festës së Fitër Bajramit. Në të gjitha xhamet e vendit, besimtarët muslimanë shqiptarë kanë ndjekur ceremonitë fetare për ditën e shënuar të kalendarit islamik, festën e Fitër Bajramit. Qindra besimtarë në orët e para të ditës janë grumbulluar pranë xhamive dhe në sheshet qendrore të qyteteve të mëdha, duke kryer më pas faljen për ditën e Bajramit, si dhe kanë dëgjuar klerikët musliman në fjalën e tyre. Në Durrës, Kavaj, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Korçë, Gjirokastër, Berat e shumë qytetet të tjera të vendit, sheshet qendrore janë mbushur nga besimtarët musliman. Ata kanë kryer ritin e faljes së namazit, një detyrim për çdo musliman. Në xhaminë e madhe të Prishtinës sot është mbajtur falja e Fitër Bajramit. Ceremonia e drejtuar nga Myftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili në fjalën e tij bëri dhe një kritik për institucionet shtetërore të Kosovës që nuk morën parasysh kërkesën për fuqien e edukimit fetar në shkollat publike. Allahu Akbar. Pas një muaj agjerimit të muaj të shenjtë të Ramazanit, besimtarët musliman në gjithë territorin e Kosovës kanë nisur kremtimet për festën e Fitër Bajramit. Qindra besimtarë musliman në Prishtinë morën pjesë në faljen e namazit të Fitër Bajramit. Ceremonia kryesore u zhvillua në xhaminë e madhe të Prishtinës, ndërsa besimtarëve musliman i u drejtua Myftiu Naim Tërnava. Njeriu e kupton dhe percepton burimin hynor të Islamit. Kupton në dritën e tij dhe mundohet që në mënyrë konkrete të zbatojë principet e këtij burimi, i cili njeriu t'ia garanton lumturinë në këtë botë dhe përrejtjen në botën tjetër pranë Zotit të botëve. Si asnjëherë më Myftiu Tërnava ka kritikuar institucionet që nuk po marrin parasysh kërkesat e besimtarëve islam, sikurse që ishte votimi i djeshëm në kuvend kundër fuqisë së lëndës fetare për shkolla. Myftiu Tërnava ka sugjeruar dhe mediat të jenë të kujdesshme në raportimin e tyre, ndërkohë ka paralajmëruar se Bashkësia Islame do të ndërmarrë masat e nevojshme që të mos ndodhin edhe më tutje fyrje për muslimanët, sikurse bën gjatë diskutimeve të djeshme disa deputet në kuvendin e Kosovës. Nuk është pronë e askujt që Islami të fyhet në raport me atë se jo do të hyj apo nuk do të hyj landa fetare në për shkolla, që nuk e kisha ndërmend të flas të fjalë. Mund t'ju bëj me dije që të gjithë,
kudo që jeni, anëkën botës, mund t'ju them se këtyre kërkesave nuk janë përgjegjësi tanë duke u përgjigjur ashtu si duhet. Kemi vonesa në këtë drejtim të mëdha dhe kemi vonesa të pakuptimta. Pas përfundimit të ceremonisë kryesore të faljes së Bajramit, si çdo vit më parë, selia e Bashkisë Islame është vizituar nga personalitetet të ndryshme politike dhe jo vetëm, të cilët kanë uruar besimtarët musliman. Urimet më të mira, me dëshirat që paqja dhe mirëqenia të sundon në familjet shqiptare në përgjithësi dhe familjet islame në Kosovë. Është festë solidaritetit, të mirëkuptimit, e tolerancës, e dashurisë mes njerëzve. Bashkia Islame ka luajtur rolin jashtëzakonisht të shumë gjitha proceset tona, kjo është e festës, e gëzimit, urimit. Të gjithë qytetarët e Kosovës i uroj një festë të bekuar të Bajramit, që të festojnë në rrethin e tyre familjar, ndërsa për të ardhmen e Kosovës dëshiroj vërtet të mirat një Kosovë vërtet paqësore. Dëshiroj që të gjithë shqiptarëve të besimit islam, po edhe jo shqiptarëve, do të gjithë besimtarët të besimit islam, të uroj festën, sepse festa e Bajramit, sigur edhe çdo festë tjetër, është festë e relaximit shpirtënor, e kënaqësisë shpirtënore dhe mundësi që prej zemrës të kufoj dashuria dhe paqja për të gjithë njerëzit. Muaji i Shejti Ramazanit në kalendarin e besimtarëve musliman vlerësohet muaji më i rëndësishëm. Pas një muaji agjerimi, besimtarët musliman kryejnë ritin e faljes së namazit të Fitër Bajramit dhe ndihmojnë familjet e tyre dhe personat që kanë nevojë. Ndërkohë, ditën e premte Lëvizja Bashkohu ka paralajmëruar një protestë. Ky reagim i kësaj organizate vjen pas kundërshtimit nga Kuvendi të amandamentit për futjen e lëndës fetare në shkollat publike, si dhe kundërshtimit në kuadër të ligjit për arsimin para universitar. Për Top Channel, Valdeta Osmani, Prishtinë. Ky është Top Channel. Drejtues të lartë shtetëror dhe politikan kanë bërë vizita në stelinë e komunitetit musliman shqiptar, ku bën edhe urimet e rastit për ditën e shënuar të Fitër Bajramit. Autoritetet më të larta në vend kanë zhvilluar vizita në stelinë e komunitetit musliman në Tiranë për të uruar festën e Bajramit të Madh. Sikurse edhe në vitet e shkuara, vizitat e politikanëve janë planifikuar në të mënyrë që të mos ishin të njëkohshme mes liderëve të djathtë dhe kryetarit opozitës. Presidenti i Republikës ka ngjitur shkallët e komunitetit musliman disa minuta më pas kur atje kishte nisur vizitën kryebashkiaku Lulzim Basha, i cili është shkëmbyer në shkallët e ndërtesës me presidentin Topi. Burime nga komuniteti musliman thanë se kryebashkiaku Basha ka shkëmbyer një përshëndetje të shkurtër dhe urime me kreun e shtetit. Presidenti Topi në urimin e tij ka ftuar shoqërinë shqiptare të jetë më shumë tolerante. Kjo ditë e bekuar më jep rastin që të uroj të gjithë besimtarët musliman, që besoj është një nga ditët që i mbështeto me shumë lumturi dhe sipas filozofisë profetit Muhammed, kjo është dita kur të gjithë njerëzit duhet të japin më shumë dashuri, më shumë respekt për njëri tjetrin, më shumë tolerancë, më shumë mirëkuptim. Dhe sipas kësaj doktrine filozofike të Islamit, e gjithë shoqëria duhet të jetë në ato kondicione kur do të tolerojë më shumë, do të japë më shumë mirëkuptim dhe besoj kjo vlen më shumë për ata që kanë fatet e vendit në dorë, që do thotë për politikanët në të parë, për institucionet, në mënyrë që të demonstrojnë më shumë tolerancë, më shumë butësi në mesazhet e tyre, sepse ajo që demonstrojnë politikanët pastaj amplifikohet në mbar shoqërinë. Kryeministri Sali Berisha ka vlerësuar devotshmërinë dhe përkushtimin e besimtarëve musliman në përmbushjen e një prej 5 detyrave të çdo muslimani, siç është agjërimi. Një urim shumë përzemërt të gjithë atyre që në përkushtim të madh ndaj Zotit agjëruan
muajin e madhnueshëm të Ramazanit si dëshmi e gatishmërisë tyre për sakrificën në emër të Zotit, të shënimit saj në një mirësi për vete, familje, shoqërinë shqiptare. Kryetare e Parlamentit në urimin e saj ka përshëndetur të gjithë muslimanët në trevat shqiptare. Festa Bajramit, duke mbajtur vetë fjalën fest, është një gjë e bukur, është një ditë e gëzueshme dhe unë uroj të gjithë besimtarëve musliman në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, të gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë AD të gëzuar këtë festë. Kjo është një shpërblim që vjen pas një muaji sakrifice, meditimi, reflektimi, vetë disiplinimi, durimi dhe shpërblimi më i mirë është gëzimi në familje, paqja dhe optimizmi. Unë ju uroj të gjithëve gëzuar. Lideri i opozitës Edi Rama, pasi është takuar me krerët e komunitetit musliman, ka uruar thjesht të bashku me bashkëshorten. Kryebashkiaku Lulzim Basha ka uruar në mënyrë koncize. Gëzuar Bajramin, sa më shumë paqe, harmoni, mirësi, bashkëpunim, tolerancë, mirëkuptim në familje, në komunitet, në qytetin Tiranë dhe në Bërveten. Faleminderit. Kryebashkiaku Lulzim Basha me rastin e festës së Fitër Bajramit ishte sot në fshatin Sot së bashku me fëmijët që jetojnë atje. Ai u ka dhënë atyre disa dhurata e më pas ka bërë një takim me të moshuarit dhe të rinjt në qendrën komunitare në Tiranë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, e ka kaluar mesditën e Bajramit të Madh pranë fëmijëve të fshatit Sos, të cilëve u ka dhënë jo vetëm për krahjen e tij, por edhe paketat me ushqime të bazë. Sot është dita kur ne në mënyrë simbolike praktikojmë të vlerë të ndajmë me njëri tjetrin. Sepse të ndash me njëri tjetrin do të thotë kujdesesh për njëri tjetrin. Të kujdesesh për njëri tjetrin do të thotë që të rritemi të gjithë bashku, së bashku të fortë, më të shëndetshëm edhe më të mirë. Kjo e bën shoqërinë më të mirë, siç e bën edhe shkollën më të mirë, siç e bën grupin tuaj më të mirë, e bën familjen më të mirë. Që gëzuar. Përshëndetje Xhaxhi Luli, gëzuar Bajramin. Për të fëmijëve të fshatit Sos, unë ju bëj këtë pikturë nga një nga fëmijët e fshatit. Faleminderit. Më pas bashkisë ka vizituar të moshuarit, por edhe të rinj që qëndrojnë pranë qendrës komunitare në komunat. Gjendja ekonomike e këtyre personave është shumë e rëndë, ndaj kryet të bashkisë është zëtuar se do të mbajë të gjitha premtimet elektorale të dhëna gjatë fushatës. Edhe në shumë vende të botës është festuar sot dita e shenjtë e Fitër Bajramit, madje edhe në Irak, ku vijojnë sulmet terroriste. Egjiptianët janë mbledhur në sheshin qendror të Kairos Tahrir për të festuar Fitër Bajramin e parë që prej rrëzimit të Hosni Mubarakut në muajin shkurt. Grupe policësh rrethuan zonën përreth sheshit të kthyer në simbolin e revoltës në Egjipt. Por një nga imamët që drejtoi lutjen e bëri të qartë se grumbullimi i sotëm nuk ka asnjë lidhje me protestat. Sot është thjesht një ditë për lutjet e Bajramit. Nuk kemi planifikuar asgjë tjetër, nuk kemi asnjë kërkesë tjetër përveç të premtojmë e të lutemi në paqe. Në ditën që shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit, mijëra musliman palestinesë të kryesuar nga liderët e tyre politik festuan Bajramin e Madh në Jeruzalem, Bregun Perëndimor dhe në Gaza. Besimtarët vëshuan në Xhamin Al-Aqsa në qytetin e vjetër të Jeruzalemit, vendi i tretë më i shenjtë i Islamit në botë, përpara se të drejtoheshin në varrezat e vjetra muslimane, ku të luteshin për njerëzit e dashur, një traditë e hershme kjo e mëngjesit të Bajramit. Ripërtëritja e dhunës këto kohë e fundit nuk i ka mbajtur sunitët në Irak larg festimeve. Shumë besimtarë zgjodhën të shkonin në xhaminë e sheshit Al-Firdeus në qendër të Bagdadit, imami së cilës predikoi rëndësinë e unitetit mes irakianëve, pavarësisht sulmeve që kanë marrë në shënjestër si shiitët ashtu edhe sunitët gjatë muajit të shenjtë. La ilaha illallah, Allahu akbar Allah. Festën e Fitër Bajramit e kanë kremtuar edhe muslimanët në të gjitha zinj uglindore. Komuniteti musliman në Tajland nisi kremtimet në orët e mbrëmjes me fishek zjarre.
Ndërsa në Malezi, ku shumica e banorëve i përkasin fesë islame, njerëzit vërshuan në xhaminë e Kuala Lumpurit me veshje tradicionale shumë ngjyrshe për lutjet e mëngjesit me rastin e festës së madhe. Gjatë ceremonive të sotme për festën e Fitr Bajramit, një grup teologësh musliman në qytetin e Elbasanit kanë bërë publike një nisëm që synon monitorimin e procesit të regjistrimit të popullsisë. Teologët njoftuan hartimin e një peticioni dhe paralajmëruan se nëse evitojnë parregullsi, do të bojkotojnë të gjithë procesin. Klerik dhe teolog të njohur musliman në qytetin e Elbasanit kanë kërkuar me anë të një peticion që të monitorojnë procesin e regjistrimit të popullsisë. Ata i kërkojnë qeverisë që të garantojë transparencë maksimale të procesit të regjistrimit të popullsisë mbi bazën e etnisë dhe fesë. Bashkësia e besimtarëve musliman të Elbasanit nëpërmjet këtij peticioni paralajmëron se në rast të evidentimit të parregullsive gjatë këtij procesi, ata do të bojkotojnë procesin jo vetëm në rajonin e Elbasanit, por në të gjithë vendin. Komuniteti musliman shqiptar, kryesisht komuniteti musliman shqiptar që të negocojë me qeverinë punë këtë proces, komuniteti ynë të ketë përfaqësuesit e vet në çdo qytet të Shqipërisë, siç mund të kenë të gjithë komunitetet e tjera, dhe kjo për qenë të kujdesshëm për diçka që është shumë delikate për përkatësinë dhe për tamen tonë, qoftë si besimtar, po qoftë si qytetar të Republikës Shqipërisë. Kjo është thirrja jone e parë. Në rast se komuniteti ynë, unë besoj, dhe sipas thirrjeve disa besimtarëve apo dhjetrave besimtarëve të cilët sot do të dërgojnë një peticion në kryesinë e Komunitetit Musliman Shqiptar. Qofse e shikojnë që ky proces nuk realizohet ashtu siç duhet, nuk i përmbush standardet, atëherë le ta bojkotojnë këtë proces, sepse ky proces nuk do të ketë dobi të veta ashtu siç dëshirojnë besimtarët kudo që janë. Dhe klerik të tjerë bën thirrje për kryerjen me përgjegjësi të madhe të këtij procesi. Në ditën e festës së Fitr Bajramit, minatorët e Bulqizës ndërprem protestën e tyre për ta rifilluar atë nesër në mëngjes. Ndërkohë me anë të një letre atyre u është drejtuar me një mesazh urimi presidentja e kompanisë ACR, cila pasi përmend ofertën e saj për minatorët, shkruan se do t'jap gjysmë pagë shpërblim për ta. Presidentja e kompanisë shkruan se kompania miratoi kërkesën për rritjen e pagës 20%, si dhe do të përmirësohen kushtet e punës përmes një procesi ku vetë minatorët e Bulqizës jo vetëm do të informohen, por edhe do të përfshihen me idetë e tyre. Nuk ka munguar edhe një sulm ndaj krerëve të sindikatës. Në titullin "Sindikatat nuk janë demokratike", ACR shkruhet në letër, dëshiron të sqarojë gjithashtu faktin që nuk po përballet thjesht me një grev, por po përballet me veprime të palishme nga një grup njerëzish jo demokrat dhe jo përfaqësues real të minatorëve dhe të Bulqizës në përgjithësi. I menjëhershëm ishte reagimi i Konfederatës së Sindikatës të Minatorëve, e cila e ka konsideruar mesazhin pa pjekuri dhe formalitet. Konfederata kërkon nënshkrimin e marrëveshjes në bazë të kushteve të paraqitura më herët. Në të kundërt deklaron se minatorët do të rikthehen protestave dhe grevës. Kreu i sindikatave Kol Nikolla ka thënë se urimi më i mirë që mund të bënte kompania ACR për minatorët do të ishte nënshkrimi i marrëveshjes. Algjeria ofroi strehim për familjen e kolonel Ghedafit. Vendimi është cilësuar si agresion ndaj popullit të libian nga ana e rebelëve që thonë se do të bëjnë gjithçka për t'i kthyer njerëzit e Ghedafit, ndërkaq në Sirte vijon kërkimi për kolonelin. Algjeria i ofroi strehim bashkëshortes së Muammar Ghedafit dhe 3 prej fëmijëve të tij, vajzës Aisha dhe 2 djemve, Mohamad dhe Hannibal. I dërguar i këtij vendi në Kombet e Bashkuara, Murad Ben Mehdi, e mbrojti me forcë vendimin e qeverisë së tij, duke thënë se në shkretë të tjerë, mikpritja është një rregull i shenjtë. Por për rebelët libian, lëvizja e Algjerisë ishte një akt agresioni ndaj popullit të tyre. Kryengrisit u zotuan të përdorin çdo mjet të mundshëm ligjor për t'i kthyer ata në Libi. Ka edhe çështje politike në lojë, jo vetëm ushtarake, por ata duhet i dorëzojnë gjykatës ndërkombëtare penale dhe të japin llogari përpara saj. Herët avon të gjithë do të dalin përpara gjykimit. Në terren përparimi rebelëve vazhdon. Kryengrisit po i afrohen qytetit të lindjes së Muammar Ghedafit, kërkimet për të cilin nuk kanë rreshtur. Forcat antiqeveritare janë të përgatitura ta marrin Sirten me dhunë nëse negociatat me liderët fisnor për dorëzimin e saj të shtojnë. Gheddafi nuk është parë që prej rënies së Tripolit dhe rajoni përreth Sirtes
konsiderohet si zonë ku ai mund të ketë gjetur strehim. Kreu i Këshillit Kombëtar të Tranzicionit, Mustafa Xhalil, deklaroi një ditë më parë se koloneli mbetet një kërcënim për Libinë dhe botën dhe kërkoi vazhdimin e mbështetjes së NATO-s. Lideri rebel Mahdi al-Haraki tha të hënën se i biri Ghedafit Kamis, i cili drejtonte një prej njësive ushtarake më famkeqe, që u fajsua dhe për masakrat e kohëve të fundit mbi civilët, u vra gjatë një sulmi të aleatëve. Toyota Land Cruiser, me të cilin ai po ustonte, sipas mediave britanike, është qelluar nga raketat e një helikopteri Apache. Kamis mendohet të ketë vdekur në vend, ndërsa shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa shkrumboi dhe disa pemë pranë vendit të ngjarjes. Forcat e sigurisë në Siri qelluan dhe vranë me armëzjarri disa persona në protestat që shpërthyen pothuajse në të gjithë vendin. Pas faljes së mëngjesit për ditën e Fitër Bajramit, njerëzit dolën në rrugë për të kërkuar largimin e qeverisë së Bashar al-Assad. Protesta antiqeveritare kanë shpërthyera në mban Siris pas lutjeve të mëngjesit të Fitër Bajramit. Miravet mbushën rrugët e disa qyteteve, përfshirë dhe periferitë e Damaskut, duke kërkuar fundin e qeverisjes së Bashar al-Assadit. Aktivistët vendastonë se forcat e sigurisë hapën zjarr mbi demonstruesit në disa pjesë të Sirisë, duke vrarë të paktën 7 persona, kryesisht në jug, në afërsi të Derës. Një burrë është qelluar për vdekje edhe në zonën e Homsit, ndërsa shumë të tjerë janë plagosur. Televizioni shtetëror sirian tregoi pamjet e presidentit Assad duke marrë pjesë në ceremoninë e lutjeve në një xhami të Damaskut, teksa miravet në periferi të qytetit pretendonin rrëzimin e regjimit të tij. Në shumë pjesë të vendit linjat e komunikimit janë ndërprerë dhe forcat e sigurisë kanë mbushur rrugët përreth xhamive. Një pjesë e mirë e vëmendjes u përqendrua tek Varrezat, ku për Bajram është zakon të vizitohen varret e të afërmve. Në njërën prej tyre në lagjen Kabun të Damaskut, një turm njerëzish u rrethua nga forcat e rendit, të cilat hapën zjarr pa paralajmërim, duke shkaktuar viktima. E njëjta gjë ndodhi me një grup demonstruesish në Deir el-Zur. Sipas Kombeve të Bashkuara, më shumë se 2200 sirianë janë vrarë nga fillimi i revoltës në muajin mars. Shumë mediave të huaja i është ndaluar hyrja në këtë vend, çka e bën të vështirë verifikimin e raporteve nga zyrtarët dhe aktivistët lokal. Në qytetin e Pogradecit po mbahet festivali ballkanik i filmit dhe artit të kulinarisë. Në këtë festival po shfaqen shumë krime kinematografike me metrazh të shkurtër dhe të gjatë. Po mbahet në qytetin e Pogradecit festivali i filmit ballkanik dhe artit të kulinarisë, një festival i cili ka sjellë një panoramë të veçantë të filmit ballkanik me gjithë veçantitë dhe problematikën e vendeve respektive. Sipas Eno Milkanit, njërit prej organizatorëve, përmes këtij festivali është sjellë një larmi filmash me metrazh të shkurtër, dokumentarash eksperimental, por edhe filmi me metrazh të gjatë, ndërsa cilësia ka qenë një kriter selektiv. Esat Musliu, presidenti i festivalit, ka përcjellë vlerësimin e veçantë për këtë arritje, ku është ndërthurur arti kinematografik me traditën. Me entuziazëm është përcjellë pjesëmarrja në këtë festival edhe nga regjizori iranian Ayam Madlesi, i cili ka përgëzuar festivalin dhe organizatorët e tij. Festivali numëron 9 vende pjesëmarrëse dhe rreth 60 filma, të cilat paraqesin pjesë nga realiteti apo problematika e secilit vend ballkanik, duke ofruar kështu mundësinë e njohjes së një realiteti më të prekshëm për secilin nga këto shtete. Një nga vendet më të frekuentuara nga vizitorët në Vlorë është manastiri i Zvërnecit dhe kisha e Shënmërisë. Këto objekte kulti janë mirëmbajtur nga ana e monumenteve të kulturës. Drejtuesi i këtij institucioni u bën thirrje kompanive turistike që të vendosin në agjendat e tyre udhëtimet e turistëve në këtë zonë. Një nga vendet më të pëlqyera nga turistët në zonën e Vlorës është manastiri i Zvërnecit dhe kisha e Shënmërisë. Ato përkasin shekullit të 19, ndërkohë që kanë fragmente murale që datojnë prej shekullit të 16 dhe janë ende funksionale. Ky objekt kulti bizantin mundi të rezistojë në 8 shekuj. Manastiri i Zvërnecit si dhe kisha e Shënmërisë dallohen për vlerat unikale në fushën e ndërtimit dhe ka interes si për shikuesit ashtu edhe për pushuesit. Dokumentojnë që është e shekullit të 13, që nga kishat më të vjetra, shumë e vizitueshme, ka vlera shumë të mëdha nga ana e arkitekturës, ka vlera të tjera sepse ndodhet në një pozicion natyror shumë të bukur, të përshtatshëm. Vizitorët këtë vit kanë qenë të shumt, ndikim të madh ka pasur edhe rregullimi i rrugës, që është asfaltuar deri në vend. Ardhja në kishën e Zvërnecit është shumë e thjeshtë, shumë e kollajt. Unë u bëti edhe të gjithë
agjencive turistike që në jetën e tyre me vizitor të huaj të vendosin edhe vizitën në manastirin e Zvërnecit. Këto objekte janë në kujdesin e drejtorisë së monumenteve të kulturës, por edhe të Kishës Ortodokse Shqiptare. Ne kemi ndërhyrë për shembull në Çatinë e Staj, ku ka pasur probleme të lëvizjes së tjegullave nga aerat të vazhdueshme që frynë këtu. Kemi ndërhyrë brenda për shembull në rregullimin e disa pllakave që janë të lëvizshme, në ambiente të jashtme, në murin rrethues. Vizitorët kanë shprehur interesin për të vizituar këtë vend, siç janë edhe ky çift, i cili ka ardhur nga Holanda. Po ashtu në këtë manastir ndodhet edhe vari Margo Postias. Kosovarët që janë pushues në Vlorë janë të interesuar për të parë këtë var. Të premten përballen në Tiranë, Shqipëria dhe Franca dhe të dy ekipet po përgatiten. Për francezët sfida në Qemal Stafa është shumë e vështirë, ndërsa lojtarët shqiptar thonë se kanë përgjegjësi shumë të madhe përballë tifozëve. Sepse Franca është një nga ekipet më të mira në Europë dhe botë, lojtarët e kombëtares shqiptare mendojnë se asnjë skuadër nuk është e pathyeshme, sidomos kur luhet përballë tifozëve shqiptar. Besoj që ne duhet të shfrytëzojmë maksimum faktorin fush dhe të marrim atë rezultat i cili do të na jep atë qetësinë e dur për të shkuar në Luksemburg. Për ta thënë trosh, një pikë do ishte super për ne? Sigurisht, kujdo që mund t'ja bësh të pyetje, po që se përpara ndeshjes me firmos për barazimin, unë do t'isha absolutisht po. Nuk është në pyetje domethënë që të fokusohemi te një person, ne domethënë ku Franca ka ngjyrën e saj shumë futbollistë cilësor dhe nuk është arsyeshme apo e drejtë që të fokusohemi vetëm te Ribéry apo te një lojtar tjetër. Mirë, po nëse punojmë ne bashkë si grup dhe jemi të bashkuar, besoj që do ja dalim jo vetëm Ribéry, po gjithë futbollistët tjerë ti mbojmë mirë. Interesimi për këtë sfidë është i madh, por burime pranë Federatës Shqiptare të Futbollit bëjnë me dije se 1200 biletat e tribunës kryesore të stadiumit Qemal Stafa janë pronotuar dhe nuk do të dalin në shitje. Trajneri i kombëtares franceze Laurent Blanc ka pranuar se sfida e Qemal Stafës do të jetë tepër e vështirë. Shpresat e tij duket se janë përqendruar tek Ribéry, të cilin e ka rikthyer në ndeshjen kualifikuese pas një mungese të gjatë në kombëtare. Ndërkaq portieri i gjelave Hugo Lloris ka theksuar se klima në Shqipëri do të jetë shumë armiqësore. Objektivi është t'i afrojmë kualifikimit dhe për këtë ne duhet t'i fitojmë këto dy ndeshje. E dim që do të jetë shumë e vështirë dhe e dim se çfarë na pret, ka theksuar portieri. Tifozët shqiptar janë shumë të zgjartë dhe ne jemi konshient që përveç lojtarëve në fushë do t'i kemi dha kundra gjatë 90 minutave, ka përfunduar Lloris, i cili ka vlerësuar lojtarët e përfaqësuesës kuqezi. Kombëtarja franceze do të mbërritë mërkurën në Tiranë, ku do të qëndrojë 4 ditë. Në kampionatin botëror të atletikës që po mbahet në Kore, është hequr medalja një atleti kubanez. Vendimi u mor pasi pamjet filmike vërtetuan faktin se ai kishte penguar rivalin e tij kinez. Vazhdon kampionati botëror i atletikës në Kore. Kampionit kubanez Davron Robles i është hequr medalja dhe suksesi pas provës televizive ku shfaqet që ka penguar kinezin Liu Xiang në garën e 400 metrave me pengesa. Robles në një nga pengesat e ka mbajtur me dorë atletin kinez duke kaluar veti i pari, ndërsa Xiang i treti. Pas provës televizive, Roblesit ju hoq medalja dhe i kaloi vendit të dytë Richardson, ndërkohë Xiang mori medaljen e argjend dhe Andy Turner medaljen e bronz. Në garën e 400 metrave për femra, amerikane Alison Felix është mundur në finish nga Amantle Moncho, atletja e parë nga Botswana që merr një medalje të ardhë në një kampionat botëror. Ajo ndali kronometrin në kohën 49.55 sekonda, ndërkohë që Felix u rendit vetëm me 3 të mita prapa saj. Në vendin e 3 dhe fituesja e medaljes së bronzës Rusja Kapashizgala. Ndërkohë në garën e 100 metrave për femra është Carmelita Jeter që i rikthen buzëqeshjen e ekipit amerikan pasi ka fituar medaljen e ardhë. Ajo e kaloi finishin në kohën 10.90 sekonda duke mundur jamaikanen Veronica Campbell Brown, e cila e kaloi finishin 0.07 sekonda prapa saj. Në vendin e tretë u rendit atletja nga Trinidadi Kelly Ann Baptist. Ndërkohë në garën e 400 metrave për meshkuj është eliminuar atleti afrikano-jugor me këmbët e tij protezë Oscar Pistorius, i cili nuk arriti të kualifikohet për në finale. 24 vjeçari e mbylli sfidën e tij në vendin e fundit me kohën 46.19 sekonda, rreth 1 sekondë më ngadalë se koha e tij më e mirë. Kërcimi së larti me shkop është kthyer në një dram për atleti rus Dmitri Sabutse, i cili t'i është kthyer shkopi në momentin e kërcimit, gjë përveç se i humbi garën i solli dhe një dëmtim fizik. Gara ndërkohë fituai nga Pavel Wojciechowski, i cili kërceu në lartësim 5.90 metra.
Në vendin e dytë u rendit Lazaro Borges, i cili pas 3 provave arriti të njëjtën lartësi, ndërsa i treti gjendet francezi Lavillen që kërceum në lartësinë 5.85 metra. Të tjera të reja nga sporti do t'i ndiqni në një blok lajme shkurt. Asnjë problem për Roger Federer në ndeshjen e parë në US Open. Zvicerani mundi në 3 sete 6-4, 6-3 dhe 6-2 kolumbianin Santiago Giraldo në një përballje që zgjati 1 orë 46 minuta. Në turin e dytë Federer do të ndeshet me izraelitin Dudi Sela. Kanë kaluar në turin e dytë edhe 2 pretendentet kryesore në kampin e femrave, Venus Williams dhe Maria Sharapova. Amerikania, e cila u rikthye në fushë pas një mungese 2 mujore, mundi 2-0 me sete Vesna Dolonc. Rusia kishte anulluar 2 herë fluturimet për në Amerikë për shkak të uraganit Irene dhe zbriti vetëm 4 orë para sfidës. Kampionja në fuqi Maria Sharapova ka përmbysur rezultatin duke mundur 2-1 me sete talenten angleze Heather Watson. Pas 4 vjetësh në Spanjë, Diego Forlan lë Atletico Madrid për të provuar një aventurë të re në Itali me skuadrën e Interit. Uruguayani, golashënuesi më i mirë i sezonit të kaluar në Spanjë, do të nënshkruajë me Interin një kontratë 2 vjeçare, me të drejtë rinovimi edhe për një sezon tjetër. Lojtari më i mirë i botrorit të fundit do të përfitojë 4 milionë euro në sezon, ndërkohë që në arkon e Atletico Madrid italianët do të derdhin 5 milionë euro për blerjen e kartonit. 32 vjeçari do të zëvendësojë Eton, i cili pak kohë më parë u transferua tek rusët e Anxhit, duke u bërë dhe lojtari më i paguar në botë. Këtu kemi përfunduar këtë edicion lajmesh dhe të tjera zhvillime të fundit ju do t'i gjeni dhe në faqen tonë në internet, ku gjithashtu mund të njihni me programet e përditshme të Top Channel. Ndajemi bashkë, mirupafshim.